Andaj edhe pejgamberi alayhis salam kur e përmendi një temë të tillë, pra kur foli se si duhet robi të jetë i turpëruar prej Allahut subhanahu wa taala, të ketë turp prej Allahut në veprat e tij, në sjelljen e tij, shokët e tij po si duket nuk e kuptuan ashtu siç duhet këtë temë. Thot pejgamberi alayhis salam: istahyu min Allahi haqqa al-haya. Ju drejtua shokëve të tij duke ju thënë: keni turp prej Allahut ashtu siç e meriton ai. Shokët e tij i thanë: ja Rasulullah, ne jemi të turpshëm, ne e kemi turpin e zakonshëm që e kanë njerëzit, pra ne jemi të turpshëm, turprohemi prej shumë gjërave të këqija të cilat njerëzit i veprojnë, ne turprohemi prej tyre. Atëherë pejgamberi alayhis salam tha: lejse dhak, nuk është për qëllim kjo. Kur është pyetje morali me Allahun dhe turpi me Allahun, nuk është për qëllim vetëm kjo, turpi i zakont dhe i normalt, po është për qëllim walakin al-istihya'u min Allahi haqqa al-haya, mirë po, turpi i vërtet prej Allahut të lartësuar është an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, që ta mbrosh kokën nga mëkatet dhe të gjitha ato gjymtyr që i ke në kokë, pra ti mbrosh nga mëkatet, ta mbrosh shikimin tënd nga mëkatet, ta mbrosh dëgjimin tënd nga mëkatet, ta mbrosh nuhatjen tënde nga mëkatet, po edhe mendimet që të vinë në tru dhe në kokë, edhe ato të jenë pra të kufizuara me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, që mendimet e këqija që vinë si vezveshe prej shejtanit, të largohesh prej tyre dhe të mbrohesh maksimalisht pra prej tyre. Morali i lartë me Allahun subhanahu wa taala, morali i lartë me krijuesin ton, padyshim se buron nga besimi dhe nga ndjenja se ai në çdo moment na sheh. Si ka mundësi pra njeriu të jetë i moralshëm me Allahun? Çka është ajo që e shtyn një gjë të tillë, pra një gjendje të tillë tek besimtari? Padyshim se ajo që e shtyn është ndjenja që besimtari të ketë në zemër, ndjenjën dhe besimin se Allahu e shikon në çdo moment, se Allahu e din se çka i vepron në çdo moment. Dhe kjo do ta dërgojë që besimtari të jetë i sjellshëm me Allahun në dy forma. Forma e parë është do ta mbrojë në esencë që ai mos të gabojë, pra të jetë i moralshëm në drejtim dhe në relacion me krijuesin e tij, po edhe në drejtim me krijesat e tij, sepse e din se Allahu po e sheh në çdo moment. Ai që e din se Allahu e sheh në çdo moment, ai e mbron veten, e ndal veten nga zullumi, nga padrejtësia. Kjo është forma e parë se si ky besim e mbron besimtarin dhe jep kahje nxitje që të jetë i moralshëm. E para pra është që në esencë mos të bjerë në gabim. Forma e dytë është që nëse ka ra në gabim, nëse eventualisht e bën një gabim të vogël, kur i rikujtohet përsëri se Allahu e sheh, se Allahu e dëgjon, e shikon dhe do ta merr në përgjegjësi, ai pra menjëherë vepron në drejtim që ta përmirësoj gabimin. Pra në dy forma, e para që e preventon pra nga rënja në gabim, e ndalon, dhe e dyta nëse eventualisht gabon, atëherë kthehet, pendohet, dhe nëse i hindër hak ndonjënit prej njerëzve, i kujtohet dhe ja kthen hakun atij, ja kthen hakun pra. Dhe kjo është mirësia që e ka besimi i besimtarit, besimi se Allahu e shikon dhe e dëgjon, dhe mbikëqyr dhe besimi se do të ketë përgjegjësi dhe llogari para Allahut të lartësuar. Dhe këtë e potencon Allahu i lartësuar në Kur'anin famlart ku thot: "Wa tawakkal 'ala al-'azizi ar-rahim alladhi yaraka hina takum", dhe ti mbështetu në të fuqishmin dhe mëshiruesin, i cili të sheh kur ti ngritesh në këmbë. "Wa taqallubaka fi as-sajidin", dhe po ashtu e sheh kur ti bën sejdë me ata që bëjnë sejdë. "Innahu huwa as-sami'ul 'alim", me të vërtet Allahu shikon dhe dëgjon çdo gjë,
asgjë nuk mund të ikë Allahut të lartësuar. Dhe këtë dituri, pra, e patë se si thot ajeti, thot, mbështet ju Allahut. Mbështet ju Allahut, pra, kije këtë moral me Allahun. Përfitoje këtë moral me Allahun që ti mbështetesh ati. Që ti mbështetesh ati. E pastaj e tregoj se pse duhet ti mbështetesh ati, pse duhet ti jesh i moralshëm me Zotin tënd, alladhi yaraka hina takum, sepse ai të sheh në çdo lëvizjen tënde, të sheh kur ngritesh në këmbë për të bërë namaz dhe të sheh kur bie në sejdë së bashku me ata që bëjnë sejdë. Andaj ai që të mbikëqyr në çdo moment, a nuk e meriton që ti të mbështetesh tek ai, e mos të mbështetesh tek krijesat apo tek shkaqet materiale të kësaj bote.